Selam aleikum. Shpresoj të keni pas agjerim të lehtë, mirë, inshallah të pranuar. Shpresoj që dhe me namazin e natës të keni qenë në formë. Sot do të flasim për një familje madhështore e cila përmendet në Kur'an, por do flasim edhe për personin të cilit I vazhdon misioni akoma nuk e ka përmbyllur. Tani nëse ju pyes në komente se kush është ky person, besoj se mund ta gjeni shumë shpejt sepse pritet me kohët që vinë në të ardhmen. Vëllezërit dhe motrat që na ndjekin janë nivel I lartë I dijes, imagjino janë zgjuar si fyrë dhe janë, kështu që edhe ne temat duhet I trajtojmë thella për shkak të audiencës së syfyrit, e cila është audiencë që ka një bagazh. Nuk janë fillestar, si më thon, kështu që thot Ushtrim Adili thot selam aleikum, një podcast thot edhe për profetin Yunus kisha dash thot. Po valla do flasim para për profet më të mëdhej se sa Yunusi alayhis salam. Okay. Kjo është ideja sepse e kemi nis nga ajkat e ajkave, pastaj do shkojmë nëse na premton koha edhe ke Yunusi mos këtë vit, po që gjallë vitin tjetër. Inshallah se ndor Zotit jemi. Atëherë do të thënë po ecim ajetin kuranor, e cila është edhe koka që hap podcastin e sotëm, është Allahu I zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë njerëzimin ose njerëzit e kohës. Po. Inna Allah istafa. Allahu përzgjodhi Nuhun, pejgamberin Nuh që është një nga 5 më të mëdhenj, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit nga gjithë bota. Por edhe familjet e tjera për shembull të Jakubit, po ta shikojë ke sura Jusuf thotë e përzgjodhëm dhe derdhëm mbi të mëshirën. Pra, këtu janë përfshi vetëm këto. Nuhu, Ibrahimi dhe familja e Imranit. Çfarë do të përshtypë gjëja e parë këtu? Për shembull, Nuhu është pejgamber. Gjithë pejgamber, vetëm Imrani në këtë rast, familja e Imranit nuk është pejgamber. E kupton çfarë bëhet. Dhe kjo është një ndryshim shumë I veçantë, se zakonisht përmenden pejgamberët dhe përmenden Po shikoje me cilët pejgamberë është përmend. Nuhu, një nga 5 më të mëdhenj, Ibrahimi, I dashmi I Zotit, dhe familja e Imranit. Pse? Është përmend për faktin sepse kjo familje e Imranit prodhoi pejgamberë të mëdhenj. Por Zoti Xhelleshanu, edhe njerëzit që kanë qenë shumë të devotshëm, I ka përmend dhe I lavdron dhe I ka nderuar shumë, si për shembull Khidri me Musa. Po ta shohësh dialogu, Khidri në këtë situatë të dijes veçantë ishte superior, megjithëse Musa ishte shumë më I mirë se sa Khidri. Dhe këtu e Imranin e përmend megjithëse nuk është pejgamber I Zotit. Po çfarë ishte Imrani, se ka 2 Imran? Musa quhet Musa ibn Imran, Musa baba I Imranit, jo. Imrani në këtë rast është babai I Merjemes dhe gjyshi I Isait. Në të njëjtën kohë, duke qenë se ka pas 2 vajza, është edhe vjerri I Zekerias dhe gjyshi I Jahjas. Normal që do merrte këtë emër. Pra Imrani është babai I femrës më të nderuar sipërfaqe në tokës Merjemes, është gjyshi nga kjo vajzë I Isait alayhis salam, një nga 5 pejgamberët më të mëdhenj. Në të njëjtën kohë, vajzën tjetër ja ka dhënë për vajzë kujt? Zekerias pejgamberit. Pra I bën që është vjerë pejgamberi. Në të njëjtën kohë është gjyshi I Jahjas. Pra gjon pakzori sipas Biblës. Jahja është gjon pakzori. Pra përmendet edhe në Kur'an, përmendet edhe në Bibël. Kjo është arsyeja pse Zoti e përmend me kaq famë, se gjithë kjo familje ishte e devotshme. Dhe imagjino çfarë përbërje brenda saj, ka 2 pejgamberë, po brenda saj në martesë ka 3 pejgamberë, normal që do përmend. Isai alayhis salam më I madhi prej këtyre 3-ve, pastaj babë dhe bir, Zekeriaj edhe Jahjai. Pra Zekeria është dhe në Bibël, edhe Jahjai dhe gjon pakzori është në Bibël. Pra shpjegohen gjëra për të mrekullueshme për këtë familje. Zoti thot I zgjodhi. Një për shembull që po na dëgjon doni thot, po mirë,
Zoti I zgjodhi këto. Po këto, pse s'na zgjodhi neve? Si është. Zoti të përzgjedh dhe ti e meriton atë përzgjedhje që të ka bëj, se lloji tjetër hikën përzgjedhja. Për shembull, është njëri, hasha lila, po japim i shembull. Ose ndryshe nuk mund dështoj Zotin të përzgjedhje. Kjo po, për ta heq pak këtë për gjithë që na dëgjojnë, është për shembull një president I një kompanie. Dhe merr në punë 10 ato marrin më të përgatitmit, ato që kanë diplomën më të mirë, aftësi më të mëdha kështu. Kohën që ato punojnë mirë dhe e meritojnë do t'i japi grada më të mëdha, do t'i japi poste më të mëdha, dhe kështu ka qenë çështja e pejgamberëve, hasha lila, se shembulli më I madh I takon Zotit gjithësisë. Ja dha që thamë ne për shembull për Jakupit, sa më shumë ditë kalojshin duke u shtuar provat, u shtote fama, mirësia dhe sevapet ke I madhi Zot, I qofshim atij fal. Pse këtu nuk është baba I Musas? Se Imran janë të dy. Edhe Ali Imran, nga baba I Musas, pse pak ishte, 2 djem pejgamber. A është kështu? Musa ibn Imran. Musai, I biri I Imranit. A ishte Haruni, vllai I Musait dhe ishin të dy pejgamber. Këtu sepse, po të shkojmë pak më poshtë, thot, kur tha bashortja I Imranit. Kujto gruaja e Imranit tha, Zoti im, unë ta kam kushtuar ty atë që është në barkun tim, që të shërbej vetëm ty, andaj pranoje prej meje, se ti më të vërtet dëgjon dhe di çdo gjë. Bashortja I Imranit, bashkë me Imranin, vendosën. Këtë fëmijë që do të na dhuroj Zoti, do ta dërgojmë, kemi folë edhe vitin që kaloi, po do të flasim këndvështrimin tjetër dhe më shumë do të vëmë theksin ke Isai në luftë madhe me Dejjalin. A di pse? Se është aktuale. Do të flasim për plasja e Isës a.s. apo Jezusit me Ya'juj al-Ma'juj hum min kulli jabalin yansilun. Për shkak se Ya'juj al-Ma'juj janë nga personazhet më mistik të Kuranit. Dhe sot mu ma japin përshtypjen ose inteligjencë artificiale që po vjen, ose si tip zombish që kemi parë filma apo jo real. Ashtu krijesash janë sa Isa përplaset me Dejjalin, pra ballafaqohet dhe këtu nuk ballafaqohet me Ya'juj al-Ma'juj, që I ka përmend Zoti 2 herë nga krijesat më mistike. Dhe sa më shumë kalojmë dhe hecim ne me qytetrimet tona, aq më shumë po afrohemi t'i kuptojmë më mirë se kush janë Ya'juj o Ma'juj. Kaq është përmend. Kështu I ka përmend Zoti Ya'juj o Ma'juj dhe ka dhënë disa cilësi. Sa më shumë se shenjat e mëdha të Kiametit janë shenja që sa më shumë ecën bota, aq më mirë kuptohen. Në kohën e profetit janë përmend në të përgjithsmen e vet më shumë për të kuptuar që pejgamberi Muhammed alayhis salam është pejgamber. Por njerëzit e kanë besuar që o pejgamber dhe ja kanë besuar dhe ato fjalë. Tani që po vinë kohët, ne po na del në pa që ato që ka thonë pejgamberi janë gjitha të vërteta dhe dita ditës po afrohet koha e tyre. Nuk po them që është shpejt, se nuk e marr përsipër që. Si dhe shumë ajete të tjera që kanë të bëjnë me shkencën dhe me të gjitha që po fillojnë po marrin kuptim. Përpara për shembull, e ke thonë ti bëj moment. Për shumë vite ata kanë qesh me ne, tani ka erdhur momentin që ne të qeshim me ta. Po, se ato janë nxituar, Zoti u udhëzoi. Ja, në kuptimin e saj dhe është tha dili profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë Kurani është një mrekulli që vazhdon. Dhe kjo është dhe e bukur. Pra libri I fundit që erdhi, si shiç ka I diçka, me që jemi këtu. Si e kuptojmë ne që pejgamberi Muhammed është pejgamber? Si e kuptojmë ne që Isa Jezusi është pejgamber? Si e kuptojmë ne Musain? Po të flas tot 3 që përfaqësojnë 3 fetë sot në tokë. Është kështu? Musa I përfaqëson izraelitët. Isa I kristianët dhe Muhamedi alayhis salam muslimanët. Sot pse kisha qef këtë temë? Kisha qef, unë nuk du kurse si të fyj as kristianët, as izraelitët. Fetarisht. Me thonë të drejtën, po nuk mund t'im largohem dot versionit islam dhe kuranor, dhe kjo është një gjë që duhet ta shpjegojmë patjetër. Si pas versionit kuranor, nuk ka shumë fe. Ja, një. Zoti I gjithësisë ja shpalli pejgamberllëkun Musas. Zoti I gjithësisë ja shpalli pejgamberllëkun Isas. Zoti I gjithësisë ja shpalli pejgamberllëkun Muhammed alayhis salam me shumë ajete edhe në librat e shenjtë tjerë. Tani, a do një argument logjik? Në Kur'an pranohen këto pejgamber. Në Kur'an ka një ajet që thot Muhamedi alayhis salam është khatemen nebijin. Vula e pejgamberllëkut. Dhe para 1450 vjetësh kjo vulë pejgamberllëku mbaroi, dakord? Tani, shtrojmë pyetje logjike. Po themi Musa ishte njëri i zakonshëm, nuk ishte pejgamber.
Siç mendojnë ateistët. Po ja pranoj se nuk ka gjë më të bukur se sa dialogu i ftohtë, jo dialogu nxehtë. Për shembull, një musliman shef që thot një kristian, shef që thot i ateist, shan ofendon, kjo nuk lejohet në Islam. Wala tujadilu ahlul kitab, mos i dialogoni poseduesit e librave të tjerë, të feve të tjera, vetëm në formën që është më mirë, më e mira. Pra dialogu na çon gjithëve përpara për të pa argumentet. Një ateist thot, Jezusi s'kishte lidhje Isai me pejgamberllokun as me gjë tjetër. Ne po e dëgjojmë. Muhamedi thot s'kishte lidhje. Ne bëjmë pyetje logjike, se tekste ka argumente sa dush, ne po themi logjike. Po mirë, Isai, Jezusi nuk kishte pejgamber, ishte njëri i thjeshtë. Po që gënjeu dhe tha unë po sjell shpalljen e Zotit. Muhamedi gënjeu dhe tha unë po sjell shpalljen e Zotit. Këto dy sot janë kollozët e njerëzimit, është kështu apo jo? Me miliarda përfaqëson njëri, me miliarda përfaqëson tjetri. Tani pejgamberi alayhis salam tha unë jam vula e pejgamberllokut dhe Zoti në Kur'an tha ti je vula e pejgamberllokut. Tani pyetja logjike që në fakt kam dëshirë ta them është shamat. Kjo pyetje që po bëj është shamat për çdo njeri që nuk e ka analizuar kështu. Kush është shamat? Po mi më zotri. Bota ka ardhur u zhvillu. Ma gjej një Isa, Jezus dhe ma gjej Muhammed për 1450 vjet. Tani unë dori deri në fund si fyr çdo folma. Ma gjem. Këto dy ishin gënjeshtar. Ku e ke gënjeshtarin e tretë? Se siç gënjejnë këto dy, do të ishin sa dush të gënjejnë. Aq më tepër që sot janë më sofistikuar njerëzit. Sot gënjejnë me Facebook e me Instagram. Po. E me platforma të ndryshme. Është kështu apo jo? Sot ke edhe ChatGPT-n që të marrësh informacion të gënjesh gjithë ditën. Ku e ke Isain, Jezusin dhe Muhamedit zotri? Po. Ja, mos. Isai, më fal. Jezusi e din ti vlla ku ka jetu? Ka jetu në Betlehem, ka lind. A di sa larg është Betlehemi me xhaminë e Kutsit? 10 kilometra. Muhamedi ka jetu në Arabi. Ashtë kështu apo jo, sipas historisë. Atëherë, këto nuk jetuan me një qytetrim të madh. A di kush ka dashur ta kryqëzojë Isain? Një guvernator. Se monarku i Romës kishte lidhje, ishte shumë lart, se Bizantët ishin krijuar akoma, se vinë në shekullin e 3. Perandoria më e madhe në atë ishte perandoria romake. Dhe Jezusi, Isai dhe Muhamedi kanë ardhur në dy vende, s'kishin lidhje ato me qytetrimin. Atëherë si vazhdojnë sot e kësaj lidhje të kenë miliarda pasus, dhe nuk na doli një njeri, masi Zoti i tha ti je vula e pejgamberllokut, s'doli një si këto. Po të kishin qenë gënjeshtar, do të dilçin gënjeshtar shumë dhe do kishin sukses. Po të bësh dhe llogari, shkalla e inteligjencës sot e njerëzimit është shumë më e lartë se sa më parë, shumë vështirë të gënjesh. Në rregull. Atëherë, këto janë argumentet fuqishme logjike, që për një njeri që don të bisedojë me argumente është shamat. Për një që don të thotë, me vërtet, ja, për shkak se ka menu, duhet ta menoj. Ore mirë, po si s'doli një, po pas kanë qenë të vërtetë pra. Dhe fjala që ka thënë Zoti dhe pejgamberive që unë jam vula, pas ka qenë vula. Se a di ku mlindi kjo fjala që the, që la Kur'anin, s'ka nevojë më për pejgamber, se Kur'ani është fjala e Zotit, është më lart se sa çdo gjë tjetër. Dhe sot neve, jo sot, po në vazhdimsi do flasim për gjë shumë të madhe. Sulejmanin tham, dha sinjale për botën për të avancuar në shkencë. Kurse Jusufi tham, kushdo të di harmonin dhe sjelljen sociale, njerëzore, familjare, botërore, sa i drejtoi botën, e ka ke Jusufi. Çka ka Isai? Që po flasim ne, ky pejgamber kaq i madh. Se jo pa qëllim e zgjodhëm. Ky ka dy gjëra. Zoti paqe edhe mirësi i dhënë. Gjoja parë, Isai alayhis salam, se tani po imi çik thellë. Se thamë, ato që na dëgjojnë janë të avancuar. Gjoja parë e mundi botën me dashuri. Zoti e dërgoi shumë putë, shumë të dëmshur, shumë të dashur. E dyta, i dha shumë mrekulli. Po mrekullit që ka bërë që janë këtu, nuk e di ato t'i themi dot sot, mrekullit që ka bërë Isai, çfarë sinjali dha për botën? Për mjekësinë. Rritën një nivelin mjekësor, se do ta shëroni dverbrin. A është kështu apo jo? Shërimi që bëri Isai ndaj një dverbri tregoi që ka mundësi ta shërosh atë. Po këto pra janë sinjale. Pse thamë ne se pa e ngrem pak tani për të gjithë ato që na dëgjojnë. Kur pejgamberi ngrehet për Miraxh,
tregoj që studioj universin se mundet tu thosh për në univers. Se Zoti nga rrugët e universit e ngriti Muhammed Mustafa a.s. nëpërmjet ligjeve që ai ka kriju. Isai ka ngjallur të vdekurit, dakor? Me tekst kuranor dhe biblik. E ka shëruar atë që ishte i smur me lëkurën, me lebroz. Dhe sikur dha sinjal Kurani dhe Bibla, që tani kjo është hapësira dhe mësoni se mundet harrisni dhe ju këto gjëra. Dhe shumë prej smundjeve të asaj kohe sot shërohen pa problem. E vetmja gjë që s'është realizuar akoma është që njeriu mos vdesi nga gjërat trupore. Pra atë që e bëri që e ngjalli të vdekurit, dhe sot një nga sfidat më të mëdha çdo ditë lexoj unë. Edhe besoj gjithë lexojmë, dhe ato që na ndjekin, çdo ditë ka shkrime për stopimin e plakjes së qelizës, dhe e di çfarë është tjetër synim? Ripërtëritja, rigjenerimi dhe ririnia e qelizës. Më falë zotëri, sa vjeç ke qenë 30 vjeç? Besoj se po. Edhe unë gjithashtu, edhe ato që na dëgjojnë që janë më të mëdhenj se 30 vjeç. Kur shkon më i mosh, po themi 70, qeliza nuk funksionon më aq fuqishëm sa kur ishe 30 vjeç. Prandaj ndryshon një 30 vjeç me një 70 vjeç. Atëherë ka ndodhur problem brenda qelizës. Zoti i ka thonë këtë afat. Por po na del tani në qartësim që unë ka që lash afat, po të punoni ju, unë i kam bo krijes shumë të lartë, mund të ndërhynin qelizë. Dhe sot një nga synimet afat shkurtra, kurse e tjetra është afat mesëm, është që të ndërhyet në qelizë dhe të programohet qeliza të plaket më ngadalë dhe të zgjatet jeta njeriut, e para. E dyta është stopimi dhe e treta rigjenerimi. Janë shkencëtar shumë dhej dhe sot mira laborator punojnë në botë për këtë. Se tani tham, po indicien e parë për këtë e ka dhënë kush? Isai. Pra, ato ta shohim islamin kështu. Apo ta shohim islamin, shife, themi islam çuditshëm. Jemi kështu do ne dhe fiket ai poçi për shembull. Se i moll Zoti fiku poçi. Tani do flasim islam ose ti ki fare se s'ja vlen më. A kemi si von sot dush? Pse beson ti? Po isha herë tunë në penxhere dhe thash, po të ikin drita tani ka Zot. O zotri jem penxhere shi vyjet. Ikun drita si ikën dritat. Pa kupton, domethënë bie niveli dhe ne tani po i kthejmë pejgamberët, pse po i majmë ne pejgamberët? S'ka njerëz më të mëdhenj se pejgamberët. S'ka njerëz më të mençur se pejgamberët. S'ka njerëz më të ndershëm se pejgamberët. S'ka njerëz që ka beku. Ja pra ku e kishe. Zoti thotë ngreti familjen e Imranit. Imagjino, më fal, sot nga gëzimet më të mëdha është të kesh fëmijë. Imagjino kur ke vajzë që është e brisht. E çon pra në xhamin Aksa. Thanë o Zot, po na dhe fëmijë, njerëzit e devotshëm atëherë, valla, bënin një sakrificë. Fëmijën që i jepte Zoti zakonisht djem, i dërgojshin në xhamin Aksa për t'i shërbyer xhamisë. Pra kultit. Po. Dhe tha gruaja e Imranit, po më dha Zoti fëmijë, e kishte njetin për djalin. Po. Do ta lej në xhami. Ti shërbej fesë Zotit. A kupton? Sa niveli i lartë. Dhe kur i lindi Meriemja, vajzë. O Zot, sa po unë linda vajzë. Edhe Zoti e kthen në një jetë bukur. Po Zoti e din më mirë sa i ta adhuroj. Ti tani po i thu Zotit linda vajzë, po nëna Meriemës kujtoi se duke qenë vajzë nuk mund të shërbejë dhe nuk i ka të gjitha kushtet. Jo si ishte kështu. Meriemja u bë shembull dhe e adhuronte Zotin më shumë se miliona e miliarda burra. Tani, themi gjohën ty, e kemi nuk se do të testoj pak për memorien ty edhe vëllezërit e motrat që na ndjekin. Mashallah, inshallah. A po flasim për familja Ali Imran? Po. Sa sure është e vetmja familje, as familja Ibrahimit, as familja Nuhut, as familja Musas, as familja Muhamedit, a.s. nuk ka ai shumë sure me emrin e kësaj familje se sa kjo. Kemi fol. Qofse të kujtohet, edhe vitin që kaloi i përmendëm këto. Nuk e di vëllezërit dhe motrat që mund na kenë ndjek, kush janë, në sa sure i ka përmend Zoti këtë familje. I ka përmend me sure Kurani. Hajde vëllezër ta gjejmë me motra ta gjejmë në sa sure. Po mirë, një është e tjerë, se kemi Ali Imran. Ne po lexojmë surën Ali Imran. Familja Ali Imran përmendet edhe në un po i ndihmoj. Po. Edhe në 2 sure tjera. Janë 3. Janë 3. Ali Imranin e kemi. Mi 2 do t'i themi se janë thjeshta. Ali Imran 1, e sure Meryem 2. Sure Meryem. Pra, kjo familje janë përmend Ali Imran gjithë si familje,
Pastaj Zoti i gjithësisë ka specifikuar femrën më të lartë, ose një nga 4 femrat më të larta të historisë botërore, Merjemen ose Mariën sipas kristianëve. Është dhe i sure tjetër. Nuk e di tani vëllezërit edhe motra, 4 sure. Aurora Koplika i thot Ali Imran dhe Merjem. Këto i gjetëm. Tani është edhe një tha vllai. Domethënë janë 3, se këtë e gjetëm, është dhe i sure tjetër. El-Maide e shkruajti direkt. Inshallah Inshallah s'është pak e çati. Po unë prit se ka i pyetje tjetër valla. Ai çati është. Ka i pyetje që s'ka çat që mund ta gjej përveç ai që ka dije. Kamila Domi thot 5 sure thot. Jo, 3 sure, 2 tjera. Tashi Kamila Nabira thot 2 suret e tjera. Jo, motor, si e kishte Kamila. Jo, motor se nuk ka 5, janë 3. Dhe El-Maide e shkruajnë shumë të Zoti jashtë përbleft, pra të thashë po flasim me njerëz dishëm. Nuk po flasim me njerëz që janë fillestar as klas parë. Po flasim te unë prandaj mundohem të trajtoj pejgamberët në nivelin që unë mendoj, pa dhe ato padyshim janë shumë më të mëdhenj se ajo që unë po shpjegoj. Tani, kam një pyetje tjetër që është shumë interesante. E thot njëri sure Bekare, po nuk është se i përket Musait alayhis salam. Tani, qa ka i gjo specifike Merjemja që se ka askush nga gratë e botës? Po e lexoj, po e fus mbrazda pak. Po gjo më të madhe. Se ka asnjë nga gratë e botës? Po gjo më të madhe, gjo për ta pas zili për mirë nuk ka. Se ka qenë. Duket s'po na. Kjo është pyetje për femrat, ta lem. Po duket për nanët, për motrat që na ndjekin. Duket që këtu na bën mos me shkuën në shtëpi. Për Zotin është i gjo që për ta pas zili gratë e burrat bashkë. Është i gjë që i përket vetëm asaj, s'ka të dytë. Allahu Akbar. Po ku? Në Kur'an famlar, në Kur'an të shenjtë. E jashtëzakonshme. Po ka që ashtu se e ke thënë besoj motra do ta gjej? O sa shpejt e ka gjet një. Allahu Akbar. Hajde mashallah. Anjela si e ka me që e ka për të dhënë shpërblim, Ariela. Hajde çfarë thot më? Që e ka gjet. Po inshallah mos ta shohin tjerët se thash të testojmë pak. Bravo, Zoti ta shpërbleft. Çin kisha pyetur deri tani nuk e dite. Vetëm na e thuj, e ke pa Geçati apo e ke ditë? Këtë në thuj, Allah. La ilallah. Thot dikush moralin, jo. Po dhe të unë e kam... Besimin, jo. Është femra më e lartë, është dhe 3 tjera, po jo. Një e kështë shkrujt, Zoti ja shpërbleft. Po si shduke shiqyrë se kanë pa akoma, dia, Ariela thot, po prap e dia, Zoti ta shpërbleft, bravo. Thot një se kom pa, e thash unë i parë jo që thot. Një tjetër thot Merjemja është falur, i ka të gjitha këto, Po i ka të gjitha. Facebook apo ta thot njëri vëlla? Jo. Çfarë thonë? Deri në Facebook thot është dina fetare, familjen, moralin. Edhe në surën Tahrim thot. Shtatzën thot se nuk ka pasur bashkëshort. Edhe kjo është, po se kam fjalën për të. E ka furnizuar me fëmijë. Devotshmëri e ka pasur, po s'është kjo urtësinë e ka pasur, bravo. Më pëlqen shumë si e trajtoni, po nuk e kam për këtë. Ka qenë një nënë e një pejgamberit madh, s'pas ka. Tani filloi se u hap. E kuptum kush ishte ajo. Vllai i dashur. Si s'te gjeti njëri në Facebook? Vllai i dashur. Facebooku që ka Jo, nuk është, po është pak specifike, nuk o dije e veçanta, është thjesht ta kesh dëgju. A di çfarë është vëlla? Tani edhe ti që po ma Facebooku nuk e di a e dishe, po unë në Facebooku ti na jap mbrapa, unë të thash. Ju jeni në Instagram që jeni përpara. Ju jeni 2 hapa fara, po shive çfarë është vëlla. Shi sa e bukur është vëlla. Edhe sa ta them, ti do e kujtosh. Se ti e lexon shumë Kur'an. Vllai im i dashur, librin e shenjtë. Librin më të madh që ka pa historia botërore nga librat e shtencës, nuk diskutohet. Në librin që është i përjetshëm. Librin që nuk i vjen thot nuk i vjen devijimi përpara dhe mbrapa. Libri që është plot urtësi. Libri që ka përmend njerëzit më të mëdhenj të historisë botërore. A di çka ka bërë? Vetëm një femër është përmend Kur'an me emër. Vetëm një femër është përmend me emër të përveçëm. Merjem. Ma gjen një dytë lutem. S'ka. Ke bashortja faraonit, që në hadithe është Asja, po jo në Kur'an. Ke bashortet e pejgamberit Hatixhen, që janë dhënë variante, po jo me emër.
ke bashortën e Nuhut edhe të Lutit për keq. Pas të Po as Ibrahimit. nuk kanë emër. Haxhirin dhe Sarën. Është përmend vetëm një femër e nderuar, që është për t'u pas zili për mirë. Shumë herë dhe sa herë do ta gjejmë vëllezërit dhe motrat, nuk është përmend i herë vëlla. As 2 as 5, më shumë. Fakt. Dhe këtë do ta gjejnë në Facebook-u të garantoj. Ja, gjeti me Malinda Nexha thot Merema përmendet në Kur'an thot. Sa herë? Jo, mirë, po Ja. tani duhet gjejmë në Facebook-u sa herë është përmend kjo femër madhështore vëlla. Zoti i gjithësisë në këtë libër të jashtëzakonshëm nuk përmendi as i femër tjetër përveç Meriemes dhe i dha nderin femrave, i quajti një sure të plot Nisa, surja e femrave, dhe nuk ka në Kur'an surja e burrave, por i dha një sure të veçantë sures Meriem. Thot edhe që ka dialogu me Xhibrilin. Ora ka pafund, se edhe ato që thëshin vëllezërit, urtësia, dituria, mirësia, e moralshme, ka lindi sajnë pa bashort, ka taku Xhebrailin, i vinte ushqimi. E di çam po mbaroi urtësitë dhe mirësitë e saj. E di çam po pëlqen ky jo mos e boni këtë ndërfrim. Sa herë është Thot Renardo Buçuku thot po shkojmë në Instagram 30, jo nuk është e saktë. Renardo Buçuku thot As Belkisa s'është në Kur'an, se më pyet dikush. Thot shkojmë në Instagram thot sa ne që i kanë më dishëm. Jo, mos mbleni vetëm mua në Facebook me. Mos e boni këtë gjë. Jo, po në Islam, jo thuj aty vlla apo motor, çfarë ishte? Motor. Thuj motor, nuk i bie të shkurt në Islam, por shtohet dia dhe fillon debati aty. Sa herë përmendet Islam Mazreku thot 33 herë. Ja. Afër është. Afër jemi. Islam edhe duhet 40 herë thot dikush. 7 herë thot. Tani do e gjejnë se është çati besoj. Po tash po i shkruaj të gjithë numrat një doja që lloj, po ta gjejmë. Mi thuj numrat. Po jo më 7 ton gjithë. Jo, nuk është. 25 herë jo. E di ça ndryshon për shkak se ne Idriza Januza e ka gjetë. Është e vërtet, edhe këtu pa e gjem prap disa në Instagram. Prap Instagrami përpara. Edhe Ardiani AK97 e ka gjetë, edhe Andrini 2018 e ka gjetë. Filloi 24, 34 thot Merushi Sadiku. Zotit begatoft. 34 thot Dani Krastigi, 34 thot Ermelde. Hajde Facebooku 34 si. Ama mashallah. Jo më se sjegim këtë keq. Ka hyrë ChatGPT që tani mjaftoi që gjej. Jo, po kjo është shkenca, shumë mirë. Shumë mirë. Ja ti them unë, vëllezër motra i gjë. Ma dëgjoni një gjë që ta bëni gjatë. Allah Facebooku. Ti themi një gjë që ne dy e zbatojmë bash kështu. Po për Zotin e më. Ju them pasha Zotin, çdo ditë ChatGPT-ja ose këto platformat e ndryshme kanë një gjë të mirë. Pyeteni sot gjatë ditës kur të jeni të qetë. Çfarë kanë thënë shkencëtarët e mëdhej për probabilitetin e krijimit rastësisht jetës? Do shihni mrekulli. Çdo ditë dialogoni me ChatGPT-n, pyeteni për shkencën, pyeteni për universin, pyeteni për shkenca çfarë po zbulon kohët e fundit, pyeteni atë se si shpërtheu Big Bangu, çfarë janë vrimat e zeza, çfarë janë yjet kur ato shpërthejnë supernova, çfarë janë kuazarët për yjeve pulsarët, pyeteni për energjinë e errët, pyeteni për materien e errët, pyeteni për atmosferën e mrekullueshme që kur astronautët dalin sipër e shohin atë cipën e holl, pa ajo i mundson tokës që të ketë jetë. Pyeteni për bërthamën e tokës ku është shkrir hekuri që kur vin rrezet e diellit nga energjia që ka dhe forca e gravitetit, është gjë e bukur, toka është këtu, vin rrezet e dëmshme të diellit, vetëm ke toka ndahen. Dhe kjo ka të bëjë me bërthamën e tokës me hekurin që është i shtrirë. Sa më shumë ti shohim këto, po i pe çdo ditë gjithmonë zemra do të rikëtu me besim. Kupton krimin. Po kaloi dita, ne e bëjmë apo jo? Po e bëjmë. Ne sa herë kemi gjuhë me shkencën, ne dialogojmë me chatin që mos largohemi nga tema jonë. Shiko, para se të futemi të rikthehemi dhe i herë në temë. Diçka më duket interesante sot e kemi ndërtuar podcastin pak ndryshe. Një dialog me kemi thyer dialog dhe kemi përfshirë gjithë tash sikur më qenë gjithë me i kafe të modës te kjo pjesa dhe ajo që më pëlqen është që niveli i arsyetimit dhe siç po i shohim neve tani profetët e gjitha është një nivel shumë i mirë dhe shumë i kënaqshëm në podcast dhe njerëzit janë. E di pse më lindi kjo? Se gjithë kohës pash një koment ta kom vraj qenta. O gjinov tha desha o vlla, jemi komplet. Po, Zoti është përbleft, po jemi komplet në një dimension tjetër. Përveç asaj dhe nuk është pyetje përgjigje. Bravo. Pra nuk është pyetje përgjigje, neve sot jemi ku e ku të kapim. Atëherë, ti rikthehemi përsëri temës tonë. Lind Meriemja.
lind Meriemi. Thot Zoti Dhe gjithsesi. para se të shkojmë këtë tema, ju lutem gjithë secili le ta shpërndaj. Deri tani janë 68 share, t'japi mundësi gjithë secilit të ketë mundësi. Po të na ndjekin edhe Ta tjerët, ndjekin edhe edhe në Instagram, edhe në Instagram dhe në Facebook brenda mundësisë bëjni shpërndarje me lejen e Zotit. Tani tha Linda vajs. Tha Zoti e din shumë mirë atë që ti ke lindur. Tani ishte familja aq e mirë sa Zekeriai caktohet, mendohet që Imrani vdes. Dhe Meriemi ngel jetime nga variante. E kupton? Masi lindi e vogël, Imrani ndron jetë. Dhe njerëzit më të devotshëm të asaj kohe hodhen short kush do kujdeset për jetimen që quhet Meriam. Dhe kur e bon shortin i ra Zekeriait. Shife qa familje madhështore ishin. Ishin madhështor sepse Meriemja kur u kujdeste Zekeriai, ajo bon të adhurim shumë. I falej Zotit shumë. Do më thonë, përveç asaj që neve trajtum që sa herë përmendet edhe që përmendet i herë, nuk është kjo më me vlerë për Meriemën. Do t'jemi të kuptueshëm që gjitha ato vlera i erdhën për diçka tjetër. Se kishte dy cilësi shumë të mëdha. Falej shumë dhe ishte e përkryer moral. Pra, po ta shohësh për çfarë specifikohet. Ja tek këto ajete që do lexojmë, do e shohësh që Zoti i thotë o Merieme, falu, bëj sejdë dhe ruku, me ato që falen dhe me ato që bëjnë ruku. Kishte dy gjëra të mëdha, se për çfarë çun ato në Mesxhidul Aqsa. E para për të bëj ibadet dhe e dyta për të shërbyer xhamis. Tani Zekeriai u caktu sepse ato bën gar kush do të mëshiroj dhe kush do të kujdeset për një jetime. Dhe Zoti begatoi pejgamberin e Zotit Zekerian të kujdeste për Merieme, kur ishte e vogël. Tani imagjino se çfarë ndodh ngaherë. Dhe imagjino sa rreth i devotshëm ishin. Shkonte Zekeriai për t'i dërguar ushqimin me kënaqësi të madhe se kush e ushqen, kush e ndihmon, kush e begaton jetimin ka shpërblime të jashtëzakonshme. Dhe i ndodhi diçka e çuditshme. Shkonte me ushqim dhe e gjente tryezën plot. Dhe thoshte, ndoshta dikush tjetër i ngelte edhe pak kështu se ai e kishte marrë përsipër ai tu kujdeste. Dhe e gjente ushqimin, ajo po u falte, ky hikte, po i ndodhi disa herë. Edhe një herë u ul atje derisa të mbaronte Meriemja. Mbaroi ajo me përkushtim shumë ndaj Zotit gjithësisë, zemër të jashtëzakonshme dhe të pastër, si thanë, si bor. Dhe Zekeriai erdhi dhe i tha, o Merieme, u bë disa kohë që unë sjell ushqimin me marr bekimin e Zotit, dhe unë e gjej tryezën plot. Kush ta sjell ty këtë ushqim? Pyetje drejt. Thot, qalet huwa min indillah. Meriemja pa e kujvok, ishte akoma e re. Këtë ushqim, tha, e çuditi Zekeria. Ai ishte pejgamber. Po kjo mrekulli si kishte ndodhur ndonjëherë. Tha, këtë ushqim ma sjell vetë Zoti i gjithësisë. Ajet Kurani. Huwa min indillah. Mu ma sjell i madhi Zot. Zekeriai, që është natyrë, kush? Zoti? Me fjalë kuptoi famën e asaj. Meriemja përgjigjen tjetër. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allahu furnizon pa mas atë që dëshiron. Tani çfarë t'i them vëllezër dhe motra, që kur kujtohet e bëj dhe vet. Meriemja thot se kjo është për të marrë dije, kur trajtohen njerëzit e mëdhenj, trajtohet për të marrë dije. Meriemja dha i koncept gjigant. Zoti atë që don e furnizon pa mas. Ai thot kështu, e ke aty edhe në gjuhën shqipe. Po, ashtu thot. Tani çfarë mësojmë nga kjo? Nga kjo ne mësojmë një dua. Na shërben gjithë valla. E di kush është duaja? Që ne duke u bazuar ky ajet, duhet ta bëjmë. Ja. O Zot, më furnizo pa llogari në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është xhevajer. Se ka disa mendime të mbrapshta që thojnë që po deshe me shku në xhenet, duhet ta refuzosh këtë botë. Pse? Ky ka që e thajnë se njohin Islamin. Ose, për shembull, dhe ato që janë ateistë, edhe ato që se kuptojnë mirë Islamin, me pa i musliman që është bën bar, nuk i pëlqen. Po. Ha? Po, tani, a është musliman? Po, jo, po, ashtu është fakt, ju duhet vuni që të fitoni xhenetin, që ç'është më bëhet. Po, se musliman me makinë të bukur. Musliman me rroba të bukura. Musliman me shtëpi të bukur. S'ka kuptim. Ato janë për ne. Kupton? Pra është mendim edhe i disa muslimanëve që s'kan dituri, është dhe
mendimi atyre që nuk e njohin Islamin. Neve nëpërmjet këtij ajeti do të bëjmë dua. Inshallah e morin gjithë vëllezërit dhe motrat edhe ne dy. Amin. Kur bë dua? Shise, sa e di çka ka dëgjot mirë, është gjithë përfshirëse. A kupton me të pranuar? I shef gjithë muslimanët të shku në qiell me begatit e kësaj bote, po ti e ke bërë dhe për botën tjetër, nuk e humb botën tjetër. Prandaj nga kjo ne nxjerrim, o Zot, na furnizo pa llogari në të dy botët. Kjo është që e nxjerrim nga fjala madhështore që tha Meriemja, o tha Zekeria, Allahu e furnizon pa masat e që dëshiron. Një pyetje, furnizimi që vjente, se ne çdo edhe një risk cilin punojmë vete, millim vete, bëjmë gjitha themi prapë shprej Zotit. S'ka diskutim. Në këtë rast kemi të bëjmë me mrekulli direkte. Këtë rast ishte furnizim direkte për të madhit Zot. Në këtë rast nuk kemi shkencë, kemi mrekulli. Mbështetje ke i madhit Zot dhe furnizim. Pra Zoti e sjell si det. Edhe ajo që të vjen nga bima, edhe ajo që të vjen nga toka, padyshim janë kushtet ekzemplare që ka kriju i madhi Zot, nga dielli, nga shiu, nga elementet e tokës të mrekullueshme, dhe neve na del ushqimi edhe me sebepin njerëzor. Kjo me sebepin njerëzor është e urdhëruar në Kur'an që ta bëjmë. Por kur flet për risku është më i madh se sa vetëm ushqimi. Është dhe paraja, është dhe shëndeti, është dhe familja, janë gjitha mirësitë brenda. Risk, fjala risk që përmendet tu nuk është çështje vetëm ushqim. Risk ka kuptimin ushqim, ka kuptimin para, ka kuptimin shëndet, ka kuptimin familje, ka kuptimin dhe lumturi që ta kesh në shtëpi, se mund të kesh gjitha këto dhe je i mërzit nuk të vlen asgjë. Risk janë gjitha të mirat që Zoti i ka kriju për njeriu. Alhamdulillah. Kjo duhet kuptu. Aq shumë është ndiku Zekeria, ke parasysh sa i sinqert ishte Meriemja. Kur i ka thonë që Zoti furnizo pa mas ato që don, e di çka bër? I hyri fjala Meriemës në esencën e zemrës. Dhe Kurani thot në qast sa është shkëput nga Meriemja, se në xhami ishin, në kult. Ka shku direkte tu u fal, Te mihrab, dhe direkte tu u fal, tu bo sejdë, ka thon direkte lutjen. E di çai shkojnë mend? Historia e Jakubit. Bravo. Tym pak që ta shpjegojmë, ka thon Meriemja, shumë e devotshme Zoti ja shpërbleft. Po unë gjithi ata që më kaloi, dhe s'pata një fëmijë të mu bonte kaq i mirë sa Meriemja. Shive çan jetësh. E kupton, si mas njetit ashtu ta bjen Zoti. Po, edhe Meraku që t'ia trashëgonte profecinë ti atë. Po, se do dalim se në sure Meriem e shpjegon. Dhe lutet më jep o Zot një pasardhës, i cili trashëgoi mua dhe familjen e Jakubit. Është fiks kështu. Po ç'a thot i gjë të bukur? Shi sa gjë interesante. Sure Meriem thot, është i gjë e madhe sure Meriem. Dhikru rahmeti rabbike abdehu Zekeria. Për kujtim i mëshirës që Zoti bëri ndaj robit tij Zekerias. Qofse të kujtohet i herë për Ejubin e përmend me emër dhe thot ni'mel abd. Sa njeri dhe robi mirë ishte ai, kujtohet? Po e thot dhe për Sulejmanin. Dakor? Shi sa koncepti i madh. Provat në ekstreme. Jo, shife se do të dalim në tjetër. Kur vje puna për Miraxhin, thot i madhërishëm dhe i patmeta është ai që dërgoi robin e tij. Nga Mesjidul Haram në Qabe në Kuds, dakor? Te bareke ledhi i begat është ai që zbriti Kur'anin ke robi i tij që të jetë për gjithë botën qortus. Falënderuar qoftë ai që zbriti Kur'anin ke robi i tij dhe nuk lejoi në këtë Kur'an devianca. Tani për kujtim ndaj robit të tij Zekerias, për kujtim dhe sa njëri im ishte robi i tij Ejubi, sa njëri im ishte robi i tij Sulejmani. Një gjove në një nga ajetet Abdihi Muhammed, robi i tij Muhamedi. S'përmenet me emër, a di pse? A di pse? Ta jap mendimin tim. Po. Sepse Muhamedi alayhis salam është mision që vazhdon. Kjo një, dhe e dyta. Sikur Zoti na thot neve nëpërmjet këtyre ajeteve, që nëse ka një njeri që arriti gradën e robit të njeriu që i bindet Zotit 24 orë, 24 orë, është Muhamedi dhe aq i njohur është ke ju dhe ke unë sa s'ka nevojë me i përmend emrin. S'ja përmend, se sikur ai e din dhe na e bot qartë dhe neve, kur flitet pa emër, s'ka nevojë. Kur është Zekeria, flitet Zekeria. Kur është Ejubi, është Ejubi. Kur është Sulejmani, Sulejmani. Kur thuhet vetëm robi i tij, dije se ai që e meriton 100%.
Ti je robi i Zotit dhe s'ka nevojë t'ia shtosh mbrapa se dihet, e ke parasysh kur ka në njëri në një cilësi, sa e thua atë të gjithëve aty i shkon mendja. Dhe njeriu më i devotshëm ndaj Zotit është Muhamedi, s'ka pas nevojë me avon emrin mbrapa. Edhe pastaj edhe misioni, ja, s'diskutohet, por nuk ka pas nevojë. Pra dihet, dërgoi robin e tij, cin Muhammed Mustafa, pra, i cili ishte adhuruesi më i madh që pasi përfaqe tokës për sa i përket Zotit. Dhe lutet për fëmijë, po çfarë thot në surën Merjem? Thot ju lut Zotit si? Ajo është Merjem. Jo këtu. Në surën Merjem thot ju lut me zë, tulet fare. E di pse? Një thojnë që s'ka nevojë Zoti. Mirë, kjo po, fa e di pse. Po kështu që i vitet turp merr një gjuna një. Pse? Pse s'kishte fëmijë Zakariaj? Se nusja nuk lindte. Po bashorti ishte. Këtë lutje s'ja kishte bënë ajër Zotit. Kur ishte i ri. Tani që po u luste, ishte i vjetër. Dhe i erdhi turp. Tha të ta ndaj, që sa është. Ha Kur'an, po i dhim tani në koment Kur'ani, jo vetëm lexo, në koment. Thojnë dietarët, e ju lut, kështu që i vitet turp tani gjotin e njerëzis se s'ka moshën. Su luta i ri. Dhe ju lut nga pak që ke Zoti s'ka turp sa i bën çfardet, po ke njerëzit mos më dëgjojnë. Dhe po lutem për i gjoj që edhe me më dëgjoj njëri thot ç'a bën, se nusja s'ka lind asnjëherë tani që po shkonin mosh më të thyer, ti po lutesh për fëmijë. Po i ngjiti aq shumë fjala Merjemës. Edhe pa mrekullinë te Merjeme, me sytë e vet i ushtuar. Po pejgamberi ishte, po aty desh Zoti, aty desh Zoti. Ai shumë i pëlqeu Merjemi në devotshmëri, tha ta kisha dhoni fëmijë kaq të mirë. Pra këtu japim mësim për vëllezërit dhe motrat që na ndjekin dhe t'ia themi dhe gjithë tjerëve, nuk duhet me pas mirë fëmijën e tjetrit. Do të më kërku Zoti të ta bëjë edhe ty fëmijën të mirë si tjetrit, ha? Shive mësimi i Kuranit. Zakariai nuk tha unë s'kam fëmijë, pse ta ketë Merjemi atë mirë? Sa i vet po u përkujdeste. Pse ta ketë nëna, domethënë, e Merjemes, Imrani dhe pse ta kenë ato? Nuk tha kështu, tha pse mos të kemi dhënë fëmijë të mirë. Dhe ka ndodhi gjë e çuditshme, i ka thonë, më jep mua një pasardhës të mirë, se ti dëgjon lutjet. Dhe këtë e ka bën sejdë. Sa imagjino ç'a njeriu vëlla. Sa është ngret nga sejdja. Lexoje. Ndërsa lutej thot në këmbë thot, pra që çohet momentin. Në faltore engjëjt e thirrën Zakarian. Allahu të jep lajmin e mirë për Jahjan, i cili do të vërtetoj fjalën e Allahut, Isain, thot në klapa këtu, do të jetë një fisnik i të lirë dhe profet, një prej të mirëve. Sa është ngret nga sejdja. Në këmbë për të vazhduar namazin, Zoti i gjithësisë ja ka bërë përgjimin për aq me shpirt, dhe aq shumë ishte ndikuar nga ai që pak e Merjemja, sa Allahu xhelle xhelalu ja ka përgjigj në çast dhe i ka treguar cilësi të jashtëzakonshme që do kishte djali i tij, Yahya alayhi salam. Thuhet që është emër që nuk ishte vendosur ndonjëherë më përpara, ky emër Yahya që do thotë i gjallë në kohë të vazhdueshme, dhe nga që ka ndru jetë dëshmorët nuk vdesin ke Zoti, emri i tyre mbetet gjithmonë. Pra sikur e ka vërtetuar që do ndroj jetë në rrugën e të madhit Zot. Tani është çuditë dhe vetëm i ka thonë Zotit më thuj një formë se si, edhe Zoti i ka thonë 3 ditë nuk do flasësh, vetëm me shenja dhe i thosh njerëzve ta madhërojnë Zotin sa më shumë. Se nuk kemi për Zakarian, do vazhdojmë që të flasim për Merjemen. Kur Zoti i tha Merjemes, tani vjen përgëzim tjetër. Allahu Madhnushëm thot të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka zgjedhur nga gjithë gratë e botës. Prandaj kishin drejt vëllezërit dhe motrat që thoshin është gruaja më e madhe. Pejgamberi ka thonë janë edhe 3 tjera përveç Merjemes. Kush janë 3 gratë e tjera Allah? Hatixha, Fatimeja edhe Asia. Këta janë 3, edhe Merjemja është e 4. Pse tham kishin drejt vëllezërit dhe motrat prap? O Merjeme, ti thot vazhdoja adhurimin për Zotin tënd. Bëj sejdë, bëj ruku me ato që po bëjnë ruku. Gjëja që ka pas specifike është që u falte shumë dhe kishte moral shumë lart. Këtu kthehemi prapë ajo që themi më parë që Islami është i njëjtë për gjithë, Pra po ta shohësh Kur'an, thot bëj sejdë për kulur në ruku bashkë me ata që përkulen. Dhe ne inshallah në muajin Ramazan. Po, dhe ne inshallah në muajin Ramazan, inshallah vëllezërit dhe motrat kanë fal namazat dhe na kanë përmendur neve në dua. Janë ditët dhe netët, sot ka qenë 21. Qofse në i vlla dhe në i motër kanë ndonjë lajm,
qofse ka ndonjë lajm që ka pa diçka në ëndër ose ka ndier diçka për natën e 21 që kemi qenë, ju lutem na thonim nëse të kujtohet vitin që kaloi, një nën që pa në ëndër, djalin e vet që kishte ndruar jetë, ai tha do të takojmë natën e 4 dhe ai ka vdekur në natën e 21 të Ramazanit. Kështu ka qenë vitin që kaloi, nuk po e përcaktojmë 100% natën e 4, po themi që kështu ka qenë vjet. Pra kemi pas disa shenja, Zoti e di se kur ka qenë, qofse vëllezër dhe motra të nderuara në këtë natë keni ndier në ëmbëlsi të besimit, keni në shenjë, keni në diçka, na thoni sepse në natë për natë, inshallah me të madhin Zot para, do mundohemi që të shohim kur janë shenjat tamam e natës madhnume të Kadrit. Tani ajeti 45 mund ta lexosh se çfarë i thot Zoti përsëri Merjemes. Kujto kur engjëllët tanë, o Merjeme, Allahu të jep lajmin e mirë për një djalë që do të lindë me një fjalë prej tij. Emrin do ta ketë Mesih. Isai, biri Merjemes, do të jetë i nderuar në këtë botë dhe në tjetrën dhe një nga të afërmit të Allahut. Zoti jep përgëzime Merjemes për atë që ne do flasim. Pra i dha Zekariait për Jahjen, tani po jep Merjemes për Isai. Do ti Merjeme thot je e përgëzuar pra me një fjalë për djalin tënd i cili do të quhej Mesihu, pra Isa ibn Merjem, Isai i biri Merjemes. Wajihan fi dunya, do të jetë i famshëm në këtë botë dhe i famshëm në botën tjetër dhe nga të afërmit. Tani çfarë thamë ne për Isain alayhis salam, është plot mrekulli. Shumica e mrekullive janë për mjekësinë, por një mrekulli që përmend Zoti në këtë rast dhe pastaj e ka përsos në surën Merjem, ka thënë do t'i flasi njerëzve kur është në djep dhe do t'i flasi njerëzve shumë bukur për Allahun kur ai të rritet. Dhe Merjemja përmendim cilësinë e dytë që ka pas. Tha, o Zot, si do ta kem unë djalin kur mua nuk më ka prekur asnjë mashkull. Tani, një që është i vëmendshëm Kur'an, thot po, në surën Merjem, kjo bisedë bëhet me Xhebrailin. Kurse këtu del pa që po bisedon me Zotin. Një që e di Kur'anin dhe e njeh, sepse aq besnik është Xhebraili, sa kur flet Xhebraili sikur ka fol vetë Zoti. Sakt. Se kjo bisedë, po ta shohësh surën Merjem, e ka bërë kur ishte veçuar për ta adhuruar Zotin, vetëm kur e djen nga mbrapa një dritë. Kur kthehet, shikon në formën e dritës një burr. Shumë të bukur, po në formën e nurit. Dhe gjëja e parë që i thot, nëse je i devotshëm, mos mbaj keq. Morali. Kërkojmë mbrojtje Allahut. Dhe thojnë kur i ka thonë që nëse i friksohesh të gjithëmëshirshmit dhe je i devotshëm ke ai, mos mu afro. Thojnë Xhebrailin kur është përmend që nëse i devotshëm ke Zotit, duke qenë se ishte në formë burore, janë prej gjunjët. Nga frika për Allahut më dhushëm. Si natën e Miraxhit, kur në formën origjinale thotë ishte si një zog i lagur. Pastaj i ka thonë, jo, mos u cito, jam i dërguar i Zotit tënd, që të përgëzoj ty me një djalë, këtë që po përmendet këtu. Merjemja prap moralin. Pra gjëja e parë mos mu afro. E dyta prap, tha si do të jetë kur mua nuk jam e martuar dhe unë nuk jam rrugë të keqe, si do të kem unë djalë. Tani mësimi për gjithë motrat që na dëgjojnë. Femra, gruaja, nëna, e bekuar, motra, nuk është krijes pasioni për meshkujt. Andaj drejtohem kur mos e ulni dinjitetin. Meshkujt kanë një natyrë tjetër, duan të plotësojnë pasionet e veta. Dhe kur hiqen sikur po jepen mbas një vajze e kanë për pasion, përveç në rastet kur janë sinqertë që martohen me atë. Prandaj motrat që na dëgjojnë, ja themi drejt për drejt, bëhuni si Merjemja. Bëhuni të moralshme, bëhuni të sinqerta. Faluni të madhit Zot, bëni dua, thuni o Zot na furnizo pa mas këtë botë dhe botën tjetër. Një femër që është e moralshme, e kemi treguar edhe me Jusufin, Zoti do t'ia bëjë xhenet që në këtë botë. Shive Merjemen, me pak bisedë me Xhebrailin, gjithmonë i thotë mos mu afrom nëse i friksohesh Zotit, dhe e dyta, si mund të kem fëmijë kur nuk jam afruar me asnjë mashkull. Gjithmonë e kishte tek morali, ka qenë shumë e turpshme, ka qenë shumë e edukuar, ka qenë shumë që falej, ka qenë me zemër të sinqertë, ka qenë afër atyre që kishte nevojë, ishte gjithmonë në shërbim xhamisë dhe u kompletua si një grua të cilën Zoti e bëri gruan më të lartë dhe i përmendi dhe i vendosi një sure në Kur'anin famlar. Mjafton Merjemja si shembull për motrat tona muslimane. Tani, a jemi një fe apo jemi 100? Një.
A jemi Merjeme dhe Marie, një femër e nderuar? A jemi Isa dhe Jezus që është po i njëjti? A kemi dhe një Merjem dhe Marie dhe një Isa apo Jezus që adhuro Zotin pafund? A kemi një Merjem apo Marie, një Isa apo një Jezus që Zoti jep fuqi me bë mrekulli? Si mrekullin që bëri Musai, si mrekullin që bëri Ibrahimi, si mrekullin që bëri Muhamedi? A janë këto një banesë mrekullueshme që tha pejgamberi, është një ndërtesë shumë e bukur, hyn njerëzit për ta vizituar dhe mahniten me të, në fundin e saj mungon një tullë e bukur që e plotson. Ajo ja mund thot, ne jemi gjithë pejgamberët e Allahut. Gjithmonë Zoti ka shpall Islam dhe ka dashur njerëzit bëhen musliman, se Islam do thot paqe dhe musliman do thot i drejtuar me dëshirë dhe i bindur me dëshirë ndaj Zotit që të krijoi. S'kam asgjë, i respektoj maksimalisht hebrejt, të cilët se ne nuk kemi not, nuk ka gjinaf më të madh vëlla, që të keshin nat me tjetrin për komsi. Për shembull, qesh shumë unë me këto, se kur janë ca që e kanë inat Islamin, thojnë këto turqit e këto arabët i ke vënë? S'kan edukat këto. Nuk duhet me shajta si komp. I mungon edukata. Zoti ka thënë Kur'an, më i miri ndër ju është ai që është më i devotshëm. Jezusi, Isai, nga tham ne është, a tham nga Betlehemi. Po Izraelit pra. Ne, si musliman, duhet kemi këtë edukat, të shajmë atë që beson Jezusi, të themi Izraelit. Ka thonë, Ademi, të gjithë rodhen nga ai. S'ka dallim i bardhi nga i ziu. S'ka dallim arabi nga jo arabi, më i miri ndër ju është ai që është më i devotshëm. Për këtë arsye vëlla, neve prandaj dhe e kemi të mbushur Kur'anin me pejgamber izraelit. Ne po, themi ka kristian të mirë dhe kristian të këqij, ka musliman të mirë dhe musliman të këqij, ka hebrejn të mirë, ka hebrejn të këqij. Kush bën gjëra të mira, për ne kemi respekt madh, Zoti ja shtoft mirësinë të bëjë sa më shumë mirë. Kush bën krime, ne themi zullumqtar do marrin dënim. Është kështu apo jo? Kështu është fiks. Po bra. Prandaj gjithsecili që bën mirë, do ja shohë Zoti të mirën që bën. Gjithsecili që bën keq, për krime dhe për zullume do ta marrë dënimin maksimal në ditën kur do të dalë përpara Zotit, shpesh herë në këtë botë. Siç e pam me historinë e Jusufit alayhis salam. Për këtë arsye, neve shohim këtu tani që Zoti i gjithësisë i jep pra Isait që të flasë në djep dhe të jetë nga njerëzit që do të shpërndaj Islam të mrekullueshëm kur të ishte nga territori. Merjemja i thot si do të kem unë fëmijë, qofse e shefa jetët njëra pas tjetrës, kur unë thot, pra biseda që ka bërë me Xhebrailin, unë s'kam pasur bashkë dhe unë nuk jam në rrugë jo të mirë. Dhe i thot Zoti kur cakton diçka kjo ka mbaru, ti do të jesh shembull i jashtëzakonshëm dhe fëmia jot që do të vijë saj do të jeni i mrekullia ime në tokë. Subhanallah. Pra që do shpërndani Islamin. Tani thot, do t'i mësoj birit tënd librin. Kush është libri? Teurati dhe Injilli. Teurati ishte që i kishte ardhur Musait, kurse Injilli është i zbret vetë Isait. Dhe prap vjen te pjesa, nuk e di në shqip e shoh. Po, Shkrimin, diturin, prap kemi diturin. s'ndahet në gjithë Kur'anin dhe e fundit. Teuratin dhe Injillin. Dhe e fundit për sot, se tham që Isa i dha leksionet e para të mjekësisë. Thot, unë jam i dërguar ke beni Israilët dhe ju vi nga ai me argumente nga Zoti juaj. Argumente jo nga vetja. Siç duan disa të thojnë që Jezusi nuk i ka nga vetja as Muhamedi alayhis salam, as Ibrahimi, as Nuhu, as Musai. Janë nga as Sulejmani, sa bonte i mrekulli direkte, o Zot faleminderit që ma dhe këte. Kjo ka qenë edukata. Pejgamberët kanë pas dy gjona, faleminderit Zot për çdo gjë dhe modest shumë, megjithëse mund ta kishin gjithë botën në dorë. Dhe Isa i thotë ju ka marrë juve me argumente nga Zoti juaj. Unë e krijoj thotë nga një e bëj formën e dheut të një zogu, i fry asaj dhe e bëhet i vërtet. Kështu e filloi jo direkte me ngjalljen e atyre që ishin njerëz, e filloi me sendet. Pastaj thotë unë bëj thotë që të shërohet ai që është i verbër dhe ai që është i smur me lebrozën dhe me lëkurën. Pastaj e fundit wa uhyil mauta bi idhnillah. Tha unë i ngjall të vdekurit me të madhin Zot. S'ka thënë ngjall vdekurit unë, se Isa alayhis salam s'ka pas mundësi me ngjall veten, jo të ngjallit tjerët pa lejen e të madhit Zot. Mos ta kishte kriju i madhi Zot në barkun e Merjemes, nuk do kishte mundësi me e kriju veten. Jemi dakord? Sakt. Kjo është më e logjikshme për të gjithë.
Isai a.s. lindi si njeri, si mrekulli pa bab. Po ti shohësh ajetet në fund që ne do i lexojmë nesër, nëse mos nesër se kemi emisionin për shqiptarët pas nesër, në fund fare di si mbyllet ky dialog që flet për Isain, thot shembulli i Isait. Se disa për shembull thonë që Isai nuk ishte njeri normal, se një që lind pa bab ka cilësi hyjnore, është kështu? Pra mund të shkoj menja për çast. Kurse Zoti e di si e mbyll, thot shembulli i Isait tek Zoti është si shembulli i Ademit. Do thosh ti për çfarë shembulli kanë? Po, më kanë shembull se nëse Isai e kishte nënën, Ademi u kriju pa bab pa nënë. Nëse Isai për Isai do ketë cilësi hyjnore, i bën që Ademit ishte Zot pastaj. Sa i s'kishte as bab as nënë, njeriu parë. Shembulli thot i Isait tek Zoti i gjithësisë është si shembulli i Ademit. I tha diçka e bëhu dhe ajo u bën çast. Zoti i ka bëhu dhe ajo bëhet. Zoti nuk zgjedh me short edhe me bixhoz edhe të bëj fëmijë. Zoti i gjithësisë i ka gjithë krijesat barabartë, kush bëhet me i devotshëm, atë nderon më shumë. Ky është koncepti i Islamit, nuk kemi asgjë më as i fe tjetër, por po shpjegojmë ajete nga sure Ali Imran me dëshirën me shtru argumentet në tryezë dhe të shohim gjithë secili prej nesh argumentet dhe t'i ndjekim ato me lejen e të Madhit Zot. Shumë ti tregon për Isai dhe nëse do të kishte, më thënë aq e pastër dhe aq e bukur është kjo fe që kemi neve, që elhamdulillah Zotit, sa që ti tregon për Isai më mushet zemra plot. Nëse do kishte diçka për shkakun që do ishte mendasi i feshë gjë, do thoshte ai sekond priti herë se kemi më të mirë neve. Ndërkohë domethënë që ti flet për Isain duket sikur është pjesë e jona, është ka po, domethënë jo. Po gjë që nuk parandodh për shkakun kur vjen puna kur diskutohet për profetin tonë ose për diçka. Është çështje argumentimi. Po, prandaj po them këto bisede janë shumë të mira. Po, izraelitët nuk e besojnë fare profetin Muhammed. Biles izraelitët besojnë deri ke Zekeriaj dhe nuk e besojnë as Isain Jezusin. Po vjen pastaj te ajeti koranor që ata e njohin më mirë se. Është tjetër gjë. Po flas çfarë besojnë aktualisht. Kurse kristianët besojnë Jezusin dhe gjithë profetët, pejgamberët përpara, nuk besojnë profetin Muhammed. Ne shtrojmë argumentet, por ne nuk shajmë kristianët pse se bëjnë këtë gjë. Ja, ne thjesht nuk shajmë askënd. Ne thjesht po shpjegojmë Kur'anin famlar dhe po themi jemi një. Po themi jemi i Zot që ka dërguar pejgamberët dhe e ka mbyll, po nuk është çështje, po ta kapësh kështu. Ne jemi fiksim me arabët, e kemi bezdi me besu profet izraelit. Pse u fiksum ne me Muhamedit? Ja po me Muhamet shtruar si kafe. Ne e kemi komsi me që o arab, ç'lidhje ka ç'ta lidh neve me arabët? Fare, asnjë gjë. As me Izraelin. Ç'ta lidh neve me Isain me Betlehemin? Jo vlla, un du profet në Paris. Si logjik po të them apo. Mu po s'm doli profeti në Washington, nuk e du. Po jo, më ti ishte pa marrë me komsi, po si ishte shqiptar se du, po s'ka lidhje. Po pra, jo, po mi shqiptar jemi të vegjël ne. Jemi populli i vogël dhe po flas si e don. Po, populli i vogël më menin e kena të modh. Jo, e kisha. Mi pra po e ngrej pra pjacën që dali atje ku nuk është kështu pra. Nuk është çështje pasioni, është çështje argumentesh. Për shembull, unë do e kisha të lumtur, del një izraelit, del një kristian, hedh argumente. Wala tujadilu ahlal kitab, mos i dialogoni vetëm në mënyrën më të mirë dhe konstruktive, thot Zoti në Kur'an. Sepse ka nevojë, po u fiksove dhe e ktheve në dogëm, nuk kupton asnjëherë të vërtetën. Kurse kur le vend që të bisedohet, le vend që derdhen argumentet, fillon mendon njeriu. Dhe kjo e ka çu botën përpara dhe kështu është gjetur e vërteta. Ka pas shumë për shembull shkencëtarë që nuk s'kan qenë sakt në një kursi shkencë, se kanë provu 50 herë, kanë dalë ke kursia tjetër derisa kanë shpikë gjë shumë të madhe. Po, ka qenë një nga shkencëtarët më të mëdhenj që tha 100 herë tha e ke provu sa këtë eksperiment tha. Edhe tha ke dështu tha jo, tha, un kam provu sa në 100 mënyra kjo nuk nga dështimi. Po pra. Ne në këtë sens kemi vetëm niyetin e mirë, thjesht për të treguar që ky Zot i gjithësisë është aq i mirë sa na i ka dërguar të gjithë këto pejgamber dhe prandaj ne i përmendim me kaq pasion, me kaq dëshirë, me kaq zemër, me kaq dashuri. Dhe profeti Isa apo Jezusi është një nga 5 profetët më të mëdhenj dhe ti the për shembull që nuk na vjen neve me thonë që mos ky nuk ka qofse i musliman dhe i muslimane e mohon Isan apo Jezusin, del automatikisht nga feja se ka mohu Kur'anin. Super. Nuk është çështje dëshire, kjo më pëlqen as më pëlqen.
përmend në Kuranin famlar dhe përmend 3 herë me sura Ali Imrani, si mund të musliman thot një gjë, nuk më pëlqen. Sa është Muhamedi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre. Të gjithë janë pejgamberë. Jo, ideja është për shkakun. Jo, të kuptova qëllimin. Jo, ideja është për shkakun kur thua nuk më pëlqen, e kam në aspektin nëse do të ulim nivelin e bisedës, do të them, mbasi ato më shajnë mu profetin tim, edhe unë mos më pëlqej profeti këtyre. Ndërkohë që në raportin i kemi të gjithë profetët në Kur'an dhe kjo duket domethënë se në një lloj pike ti nuk i përgjigjesh dot atyre me të njëjtin armë. Arsyeja është shumë e thjeshtë sepse ti je në Kur'an dhe je detyruar ta dush profetët një lloj. Kështu që këtu është ndryshimi. Ka një gjë, pejgamberi Muhammed dhe me këtë e mbyllim, Muhamedi alayhis salam ka thonë kush dëgjon për mua me argumente dhe nuk më beson, Zoti do e dënoj. Qoftë kristian, qoftë hebre, qoftë ateist, qoftë kushdo. Qoftë arab, qoftë kushdo. Që do të thotë? Një kristian dhe një izraelit që bëhet musliman, Islami i ka dhënë 2 shpërblime. Një për besimin që ka pas, sepse ka qenë i sinqert në atë që ka besu, dhe ka menduar që Islami, se ka pas raste për shembull, edhe në mesjet tregohet që Muhamedin e quajnë antikrishti. Pra dezinformacion qesharak, nuk i ka ditë njëri këto gjona të bukura që shpjegojmë ne. Që ka 3 sure për familjen Ali Imran, që ka sure për Marijen e për Merjemen, që ngrehet kaq shumë i saj, është 1 nga 5 pejgamberët më të mëdhenj. Atëherë nga që ishte kthy në dogëm dhe kishte interesa paresh, interesa zaptimit tokash, shumë kohë në mesjet ne si europianë kemi ditë që Muhamedi është antikrishti. Kur Zoti thotë në Kur'an kemi dërguar mëshirë për gjithë krijesat. Kur pejgamberi jon i dashur ka thonë vllai më i afërt ndaj pejgamberët është Isai alayhis salam. Ka thonë ky Isa, i cili është ngret ke Zoti, në fundin e kohës do vi dhe do e ngrejë umetin tim, do jetë imami i umetit muslimanëve, do vrasi Dejjalin i cili po shkatron Islamin dhe besimin tok. Shiku ka shku, po nga padia atëherë, nga që do ishin të ktheshin interesat që kishin në atë kohë, bëjshin Muhamedin alayhis salam anti-krishti. Dejjalli që themi ne që do të vi. Pra, sot është hap situata dhe ka mundësi që të bisedohet, ka mundësi që të sqarohet, kjo nuk është çështje futbolli. Për shembull, kush ka pasion për futboll, ekipi vet edhe me qenë Turanë nga kategoria sot to janë të parë dhe pa arbitri ja bëri kështu. Po, gjithmonë do gjeni justifikime. Do ziheni çik tifozët që gjasme na e kishit fajin. Jo, po nuk është ble mirë kjo, jo, po këti u kështë të këmbat, do gjesh 1.000 argumente me mbrojt budalli këmë. Pra, flasë në futboll. Dhe jeta don kujdes dhe duan shtru argumentet. Unë për shembull, nëse këtu në podcast do vite i kristian dhe thotë kam 100 argumente, do e dëgjoja me kënaqësi të madhe. Se ne nuk besojmë se ka qenë gjyshi musliman. Ne besojmë argumentet e fuqishme që ka besimi islam dhe në bazë kësaj janë ndërtojmë. Jemi të hapur për çdo dialog, për çdo mendim, për çdo argument, për çdo gjë të sinqert e cila na bën që ta adhurojmë atë që na krijoi dhe atë që na tha çdo të mirë. Elhamdulillah. Ka ishte hapur jemi. Elhamdulillah. Ky ishte edhe podcasti i radhës, do të jemi besoj. Se do të jemi nesër. Se dima do jemi nesër, por na e bojnë Allah, edhe sot me 2 mendje kemi qenë të lodh, po inshallah por do të thënë në podcastin e radhës që do të kemi, do të vazhdoj historia e Isait. Jo më ka gjatë, do dalim me çik në temë, do futemi pak më brenda. Betejën me Dejjallin. Do dalim në betejën me Dejjallin. Do dalim që Dejjalli do të arrijë atë kohë që të ngjallit vdekurin. Janë disa mendime interesante, ato që edhe lidhen me shkencën e sotme, do t'i shohim ngadalë, kështu që nuk e di sot na than vëllezërit e motra nga janë apo do ta mbyllim. Po sa kemi për sabah? Kur është sabah? Sa? Që ka të nga dalë sa pa, Po, vëllezërit duhet edhe me na thonë çuna. Vëllezërit e motrat na bëjnë një herë dua që mos na kapi ky gripi që ka ra dhe inshallah të kemi fuqi për të mbajtur podcastet dhe për të bërë punët e shërbimet e fesë ashtu siç duhet. Kush ka mundësi edhe ta shpërndaj. Edhe besoj domethënë tek pjesa e selamit janë miku librit ta ka pyetje, jo pyetje se jemi të lodhur, se gjithë nata ka qenë e lodhshme sot, kështu që me fillu me pyetje na ikën sabah. Allah ju shpërblet me të mirët e tij në të dy botrat. Kjo ishte dua Allah.
Amin, Mashallah. amin, amin. Zoti ju shpërbleft për këtë dua të mirë. Subhanallah. Selam nga Prizreni, thot dikush. Prizreni mrekullueshëm. Selam nga Zvicra, thot dikush tjetër. Përshëndetje nga Londra, USA. Hollanda, Hamburgu, mashallah. Romeo Haxhi Selimi thot nga Italia. Jetë mira, në Itali qa ore mbyllet, ta shohin çunat, kur është për në Itali, tut me i kthy përgjigje. Zoti ju shpërblef, thot Valbona, se na e boni syfyrin më të bukur, Zoti ju shpërblef dhe juve, na boni dua, selam nga Kavaja, dhe në Kavaj agjërohet shumë. Shumë agjërohet Mashallah, edhe Zoti ju Kavaj, bekatoft. mashallah. Bruna Kotolloshi na thuj sa përqind në Kavaj agjërojnë, ta dim dhe Kavajën. Zoti i bekatoft. Rushdi Hoxha, selam nga Londra. Djellza Franca, selam nga Ulqini. Brian Ersa, selam nga Kavaja. Margimi, selam nga Kosova, mashallah. Nga Mashallah. Belgjika, Italia, New York, Italia, Franca, mashallah. Besnik Vetëm Luka. Kina mungon valla. Inshallah, 80 ditë do e kapim një në Kinë. Jo më po të Dëgjoni vëllezër motra, po ju them sinqerisht, qofse nuk do deri 2 ditë para se marrë Ramazani, do i paguajmë njëjtë biletën të ta çojmë na shkojmë nga Kina. Ja, o, ja, se. Ja, është për ta shliruar temën e çik për ta por. Po, fiks fare, edhe për ta shtjeruar Nga Gjermania thot Allahu ju shpërbleft me xhenetin Firdeus. Amin. Liva Goja. Peshkaxhiu, selam nga Greqia, Berlini, Mashallah, shqiptarëve, Greqia, po Tetova, Gjermania, Tetova, mashallah. selam nga Suedia, Kujtesa Trepça, Mashallah nga Kosova, mashallah për Kosova jonë zonë. dashur. Mashallah nga shumë vende të botës. Nga Nikla. Nikla Fushkrujës, Mashallah, Nikla në Fushkruj, Zoti ju bekatoft. selam nga Franca, Nurembergu. Si? E nisim thot, A, shkujtë një nga Kina, ku në TikTok-e? Jo, në Instagram. Kam 7 vite në Kinë. Kam 7 inshallah vite është në tamam, Kina. jo thuj na qof foton e njo, nuk besojmë kështu thuj, se mendoni se po Në bëni Instagram, shaka. Thuj na çop në Instagram fshihet e na çop foto, thuj futu në Facebook, thuj E na çoj nisi foto. thot, e nisi. Ah, Unë thot paguaj biletën Sitit, shkoj. Sit mashallah. po na qe duke na djeg vlla Zotit begatoft, e di që ke qenë i lodh se ke fal namaznate. Por nëse jetu na ndjek, të dum shumë për hir të Zotit, Zotit begatoft. I rukine. I rrug kine, i bje me vdek se o shumë larg, po shiqyr Zotit. Selam nga Kina thot, po nuk jam original. Zotit begatoft. Si valla. tani. Po po njoni thot nga Hong Kongu, po gleja se tani. E pse ne jena mirë valla, po si o var stafi komplet. Mashallah, s'kan fare valla, gjithë natën, Zoti ju begatofte, ju pranov çdo sekond që kujdeseni që ne të lidhemi sa më mirë me vëllezërit e motrat. Thoni ma Zoti mi. ja u paguft. Ah, për Vetëm mos harroni një gjë. Kurani ka thonë, kam qenë të e lexu këtë Ramazan, qoftë një vepër më e vogël se atomi, më e vogël se atomi. Atëherë su kanë ditë që përveç atomit janë elektronet, protonet, neutronet, përveç aspekt deri ke fotonet. Përveç aspekti shkencor ka një gjë që thotë, edhe nëse është më e vogël se grimca se atomi, unë thot do ta bija te si llogaritit në gjykimit. Qoftë mirë apo qoftë keq. Pasha Zotin mos e harroni kur, edhe unë e kam për vete edhe për ju, çdo sekond që kalon këtu ne marrim kështu po ka peshë madhe. Do qajm me të madhe nga gëzimi ditën e gjykimit kur Zoti nëse ne i ka pranuar këtë sekondë. Ne do themi si s'kemi bë asa më shumë vepra të mira. Prandaj lodhja do mbarojë, inshallah shpërblimi do ngeli. Zoti ju begatoft në të mira. Kështu po mbyllim dhe këtë podcast, më duket sot i momis desh kam me mbyll, po do Jo, falim, sot do jam më falim. i lodh se çdo Po, natë pra. tjetër, po ç'a bëra sot? Ndihmove ti Zotit ta shpërbleft se s'kisha takat me e majt meritëm siç e maj gjithmonë. Kështu po, kështu e maj deri nëse mëngjes se fol nga pak, po meritëm siç e maj gjithmonë sot isha i E lodh. pash. Kështu që na e buni Allah dhe nëse nuk e keni pa atë Elvisin e fuqishëm, Jo, s'kisha sot. është se ka qenë i lodh dhe afër edhe pak me grip gjithsesi, domethënë. Boni duat na shëroj madhi sot. Po ta mbyllim. Jo ta mbyllim, po të falim sabahun direkt. Jo, do të më fal sabahun. Allah Sa ju. janë Facebook. Ja, Nuk Facebook ka tash. shpëtim, Jo, një qenë. Facebook. Mashallah. Allahu ju lut të gjithëve. Selam aleikum.
edhe shifim podcastin e radhës, do vazhdojmë prapë me Isain në përballjen me Dexhalin dhe Yexhuj Maxhuxhët. Selamu alejkum, Zoti ju rujt. Agjerim të lehtë.